Modelja dhe influencuesja Xheneta Fetahu ka reaguar pa dorashka ndaj një komenti të lënë nga një ndjekëse në rrjetet sociale, e cila e akuzoi se kishte bler ndjekës në Instagram. Sa ndjekës i ke bler, ishte komenti provokues që i është lënë në një nga postimet e saj, duke ngjallur menjëherë reagimin e Xhenetës. Pa hezitim, ajo u përgjigj publikisht: "Nëse e gjem vetëm një që e kam bler, kam me ta fal krejt Instagramin tim." Kjo deklaratë e prerë dhe drejt për drejt e modeles është parë si një premtim ironik, por i sigurt nga ana e saj, duke lënë të kuptohet se numri i madh i ndjekësve të saj është i arritur natyrshëm dhe pa manipulime. Reagimi i saj ka marrë mbështetje nga shumë ndjekës, të cilët e kanë përgëzuar për mënyrën e sinqertë dhe të drejtë për drejtë me të cilën përballoi komentet negative. Nuk është hera e parë që Xheneta përballet me kritika apo dyshime në rrjetet sociale, por me sa duket, nuk nguron të mbrojë veten dhe imazhin e saj publik sa herë që është e nevojshme. Krahas saj, Bukuroshja ka sfiduar veten edhe në aktrim, ku po vazhdon me xhirimet e serialit të ri.